Pas ndarjes nga jeta të vllait, flet për herë të parë Unikatil. Reperi i njohur shqiptar Viktor Paloka, i njohur me emrin artistik Unik Katil, ka publikuar një nga postimet e tij më personale dhe prekse në rrjetet sociale, duke kujtuar vëllain e tij mentor Palokën, i cili ndroi disa muaj më parë. Që nga humbja e papritur, reperi ka qëndruar larg vëmendjes së mediave dhe rrjeteve sociale, duke preferuar të përballet me dhimbjen dhe mungesën që ndjen në heshtje. Shumë pak informacione janë ndarë mbi ndjenjat e tij pas tragjedisë, duke bërë këtë postim të sotëm një nga momentet më të rralla ku ai hap zemrën për publikun. Në postimin e tij në Instagram, Unikatil ndan një fotografi ku shfaqet pranë vllait të tij, shoqëruar me një mesazh të thjeshtë por të fuqishëm: disa plag nuk shërohen kur. Kjo frazë tregon qartë se dhimbja për humbjen e mentor Palokës është ende e thellë dhe se koha nuk ka arritur ta zbusë mungesën që ka lënë vdekja e tij. Fansat dhe ndjekësit reaguan menjëherë me mesazhe mbështetëse, duke falenderuar për ndarjen e ndjenjave dhe duke i shprehur ngushëllimet më të sinqerta. Postimi i Unikatil rikujton se edhe personazhet publik përjetojnë dhimbje të thella dhe se humbja e një të dashuri është një përvojë universale përtej famës dhe suksesit.